Për mua, ai është një nga instrumentistët më virtuoz që kanë qenë të pranishëm në Albania's Got Talent. Është një djalë nga Tetova dhe unë ende ndjej në lëkurën time emocionet e klarinetës së tij. Mezi pres edhe sonte të përjetoj edhe një herë ata tinguj, si që diti sjell vetëm ai dhe klarineta e tij. Zonja dhe zotrinj, Erdonaj Sali. Super atmosferë. Të lumë të klarineta ordial, por e dimi fare që ndronë si një instrument që ti e luan me virtuozitet dhe në qoftë se do thoshja se sa mirë që ndronë klarineta të këty, nga në tjetë do thoshja është fati i madh për klarinetën që është në buzët e tua. Vërtet.
Erdonajti aq shumë e zotron klarinetën, sa që ajo në duar tua zvoglohet, e humbet në përgjepat e mjeshtrisë tënde. Do të kisha shumë dëshirë që një herë, mbase diku, ndoshta më vonë, të dëgjoj diçka qoftë jazz, qoftë diçka që nuk ka tinguj oriental. Diçka që dikur më vonë. Erdenaj, mirë mbrëma. Unë besoj se ti ke lindur me klarinetën dhe për klarinetën. Do më thënë lindi me një klarinet. Me klarinetën dhe për klarinetën. Shumë faleminderit. Ti je kaq fenomenal me këtë instrument, ke një teknik të frikshme, do të thoja, na ma gjep se për të treguar teknikën tënde të frikshme, e mbylle me një not aq të lartë që sepse është një instrument frymor dhe shumë e vështirë ta nxjerrësh atë notë aq të lartë. Nuk di, ti je gati për skena të mëdha, je gati për të bërë muzikë, je një super talent, bravo. Faleminderit shumë. Por, nga ana tjetër, ti në të njëjtën kohë mua më shkakton, më bën një dëm shumë të madh. Por desa tha, je i frikshëm, i tha, natyrisht frika të shkatron. Mënyra se si luajti, atmosfera që dha, përhumbja ime ishte gati që unë të porosisja alkool dhe të dendesha dhe të endesha në nallë. Por, kujdes, pini me karaj. Ti, si shta kam thënë dhe herën e parë, do të rrithem, ti je i magjepshëm, i magjishëm. Faleminderit shumë. Ti të magjeps me atë instrument, të dy ju jeni një shkrirje perfekte, jashtëzakonshëm, shumë mirë. Bravo. Shumë faleminderit. Bravo. qa është lot, qa është këtë, dua ta kap. Është lot, në të fut një qërpik, është lot. Jo, Nga grimi. Nga grimi. Ka s'kishte lot se do ta kapje. Kapje që lotin këtu dramën, emocionin lot. Qaj pak. Nëse mos qaj këtu, po qave atje. Bravo. Burime shumë. Faleminderit shumë.